nga edicioni informativ në ekranin e Blu Televizion, do ndalemi në zhvillimet kryesore të kësaj dite, duke ndalur tek çelja e panajirit ndërkombëtar të turizmit Berlin 2026, ku Shqipëria prezantohet nga 3 deri në 5 mars si destinacion autentik mesdhetar, mes 30 tur operatorëve dhe biznesve shqiptar, pjesë e panajirit dhe Regina Group dhe Qipa Tours, si dhe Bashkia e Vlorës dhe Bashkia e Sarandës. Është çelur këtë të martë panajiri ndërkombëtar i turizmit Berlin 2026, ku Shqipëria prezantohet nga 3 deri në 5 mars si destinacion autentik mesdhetar. Panajiri ndërkombëtar i turizmit në Berlin këtë vit shënon 60 vjetorin e tij, ndërsa Shqipëria prezantohet me një agjendë të pasur dhe një stend të ideuar nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe Agjencia Kombëtare e Turizmit, mes 30 tur operatorëve dhe bizneseve shqiptare, pjesë e panajirit dhe Regina Group dhe Qipa Tours, si dhe Bashkia të Vlorë Sarandë, ku dy qytetet bregdetare, Vlora dhe Saranda, po shpalosin potencialin e tyre turistik në panajirin e Berlinit 2026, aty ku Shqipëria po prezanton veten përballë tregut ndërkombëtar si destinacion autentik mesdhetar. Qyteti i Vlorës vjen si një kombinim i qartë mes detit, trashëgimisë historike dhe zhvillimit të viteve të fundit, ndërsa mbetet një nga destinacionet më të preferuara si për vendasit, ashtu dhe për të huajt, pasi ofron më shumë se sa pushime buzdetit. Ndërkohë në kuadër të panajirit ndërkombëtar të turizmit u zhvillua dhe një takim i rëndësishëm me administratorët e agjencive turistike Itaka dhe Kedok, ku në qendër të diskutimeve ishte situata e aeroportit të Vlorës dhe ndikimi i tij në ecurinë e sezonit veror. Përfaqësuesit e këtyre agjencive që operojnë prej vitesh në tregun evropian ngritën shqetësimin lidhur me kontratat e nënshkruara për mbi 800 dhoma hotelesh në Vlorë të rezervuara për një periudhë 120 ditore gjatë sezonit turistik. Ky angazhim i konsiderueshëm financiar dhe organizativ kërkon qartësi të plotë mbi infrastrukturën e transportit ajror. Pyetja thelbësore e ngritur prej tyre ishte se si do të menaxhohet situata nëse aeroporti i Vlorës nuk do të hapet në fillim të muajit qershor sipas pritshmërive. Në këtë kuadër u diskutua mundësia e reduktimit të periudhës së operimit nga 120 në 105 ditë si një masë për të kufizuar rreziqet dhe për të përshtatur ofertën me një skenar alternativ. Megjithatë, kjo zgjidhje mbetet e pjesshme dhe kërkon koordinim të ngushtë me strukturat vendore, operatorët hotelier dhe partnerët ndërkombëtar. Takimi u karakterizua nga një frym konstruktive me shkëmbim idesh dhe propozimesh konkrete për të garantuar që Vlora të përmbush angazhimet e saj turistike. Qëllimi i përbashkët mbetet sigurimi një sezoni të qëndrueshëm dhe një imazhi të besueshëm për destinacionin në tregjet ndërkombëtare. Ka ardhur koha për të investuar në periferi. Kjo është thirrja e banorëve të lagjes kushtrimit, të cilët çdo ditë përballen me mungesën e theksuar të infrastrukturës rrugore. Segmenti që nis nga zona ish ushqimore drejt institucionit të paraburgimit është kthyer në problemin kryesor të rreth 200 familjeve. Ka ardhur koha për të investuar në periferi. Kjo është thirrja e banorëve të lagjes kushtrimit, të cilët çdo ditë përballen me mungesën e theksuar të infrastrukturës rrugore. Vlora, sipas banorëve, nuk është vetëm në qendër të qytetit apo në pjesën turistike, por është edhe në periferi, pasi edhe aty jetojnë me qindra familje. Segmenti rrugor që fillon nga zona ish ushqimore, lidh bllokun e banimit pranë KSH dhe të çon në drejtim të paraburgimit të Vlorës, është kthyer sot në problemin kryesor të rreth 200 familjeve. Banorët e kësaj lagjeje tregojnë se ky është një realitet i ngulitur në më tepër se 25 apo 30 vite. Pavarësisht kërkesave që rruga të rehabilitohet, ata thonë se asgjë nuk është bërë. Kjo ka shumë vite. Jo, s'ka patur fare ndërgjë. Që kanë bërë këta privatët kështu, këta me posisë nuk sill. Vetëm tym vetëm plur. Po unë jetoj këtu, unë kam të klubin këtu me qirast. Posisë penalizon, ja s'vjen njeri. Janë ankuar këta, e di që kanë bërë ankesa, kanë bërë letra, qyshtek. Po mirë do ta rregullojmë, do ta bëjmë si gjithnjë. Këtu ka punuar shofer me kamion. 200 vjetë kështu ka qenë kështu do gëllet. Se kemi qeveri të bukur e të mirë. As kurrën e kurrës, as 100 vjetë. Po makinën për njerëzit e parë makinë për njerëzit është e dëmshme. Kjo thithin terra këtu, ja kush kanali këtu, shkoj. Kush shqiptari nuk e gjen gjë. Ka bërë unitet, nuk s'ka gjë. Mes plera e rritur. Ja, plera të gjitha këtu. I shkoj qyteti, pse thotë, i shkoj qytet brenda në Vlorë. Të shkoj ata të pagani si është. Kjo është një rrugë me gropa, një rrugë që duhet rregulluar. Është periferi të Vlorës, vërtet, duhet rregulluar, është një lagje tërë këtu. I ka shkuar. Kjo kështu ka qenë, unë kam këtu 35, kam 25 vjet këtu. Asnjëherë nuk është rregulluar. Ndofta edhe nga makinat e rënda që janë këtu, amortizohet gjithmonë. Unë rri pak më poshtë të këshaja. Po të gjithë kjo lagje që dele hyn nga Vlora. Se në drejtën jo, unë si jam marrë me këto punë.
se banorët duhet të janë bërë. Po këta që janë këtu, se kështu është kjo punë tani. Kjo nuk zgjidhen gjërat me të protestuar dhe me të ashu. Bashkia duhet të ketë një plan zhvillimi për të gjithë qytetin, jo vetëm për këtë këtu. Po këtu paracakohesh, kur isha i Dredha erdhi këtu, mori disa pyetje që ai, bëri disa shumë, mori të gjitha këto që marr, po nuk ndonjë ikuaj nuk e kam idenë. Po sa është pjesa këtu ku futesh është lagja këtu e gjitha këtu, tek thesa. Rehabilitimi i këtij bloku banimi është kërkuar edhe shpeshherë nga institucioni i vuajtjes së dënimit në Vlorë, duke u argumentuar me faktin se në të kalojnë makina të cilat kanë në brendësi të tyre të dënuar dhe duke kaluar në rrugën e amortizuar dhe plot gropa me një shpejtësi minimale, mund të kthehen në situata të rrezikshme që favorizojnë arratisjen e të burgosurve. Rreth 21 milion lekë të rinj është fondi në dispozicion për rikonstruksionin e shkallëve të Kuzum Babas dhe rikthimin e tyre në identitet. Financuar nga Bashkia Vlorë, parashikohet që rikonstruksionin të përfundoj përpara nisjes zyrtare të sezonit turistik për të qenë në funksion të qytetarëve, turistëve, por dhe besimtarëve që frekuentojnë zonën e Kuzum Babas. Projekti i rikonstruksionit të shkallëve të Kuzum Babas, një punë e cila pritet të përfundojë përpara nisjes zyrtare të sezonit turistik. Puna ka nisur aktualisht prej gati 2 muajsh, ndërsa ky është një financim i realizuar nga Bashkia e Vlorës. Qëllimi i rikonstruksionit të shkallëve të Kuzum Babas për të ardhur ndim turistëve të cilët do të vizitojnë këtë zonë, por natyrisht edhe besimtarëve të shumtë të cilët i drejtohen te qesë Kuzum Babas. Dikur kjo zonë ka qenë nga më të frekuentuarat jo vetëm nga qytetarët vlonjat dhe rikonceptimi e rikonstruksioni i shkallëve të Kuzum Babas ka për qëllim ta rikthejë sërish në identitet këtë zonë. Rreth 21 milion lekë të reja është fondi vënë në dispozicion për rikonstruksionin e shkallëve të Kuzum Babas dhe rikthimin e tyre në identitet. Një projekt shumë i rëndësishëm i financuar nga Bashkia e Vlorës. Punimet për këtë projekt kanë nisur në muajin dhjetor, ndërsa afati përfundimtar i realizimit është 20 javë nga momenti i nisjes. Parashikohet që rikonstruksioni të përfundojë përpara nisjes zyrtare të sezonit turistik, në mënyrë që më pas të jetë në funksion dhe në shërbim të qytetarëve, turistëve, por edhe besimtarëve që frekuentojnë zonën e Kuzum Babas. Rikonstruksioni i shkallëve është cilësuar mjaft i rëndësishëm edhe nga qytetarët të cilët theksojnë se punimet me gur i japin projektit jo vetëm estetik, por dhe i gjatësi. I kemi përdorur. Ashtu, s'kemi më fuqi si njësëm do. Po vlenë që s'vlenë. Do të dalë artë, shikoj, të bëj. Si nuk vlej. Vlej, po kush i bën? E nisura me të bërë një lartë. Ja, nuk jam vjetër. Duan ato, po kush kujtohet ato. Ne të vjetrit, këto duan. Shumë bukur. Të bëhen, mirë të bëhen. Me gurë të bëhen. Me gurë, kjo pjesa këtu të rjazë, është kodrë, edhe shkon shumë mirë gurë. Gurë jesh i pavdekshëm, ai nuk prishet, betoni aqe ka jetën. 50 vjetë, sa gurë jesh i berati. Vetëm do ushtahet mirë. Shiko, Vlora zakonisht nuk përdor gurë, se është teren afër këtë. Po kjo pjesa këtu shkon. Sipas projektit, ndërhyrja nuk përfshin vetëm shkallët, por edhe ndriçimin dhe muret rrethuese, me qëllim që zona të jetë funksionale në çdo moment dhe të rikthejë identitetin e saj, ashtu si shumë vite më parë. Pas ankesave dhe kërkesave të qytetarëve të Vlorës sa i përket mungesës së sinjalistikës, ndërmarrja e shërbimeve publike ka nisur këtë të martë aksioni për rifreskimin e sinjalistikës. Ndërkohë që janë kryer dhe vizimet për të përshtatur me krijimin e vendqëndrimit të ri të autobusëve interurban të Vlorës. Në Vlorë ka nisur përgjatë kësaj të martë aksioni për përmirësimin e sinjalistikës rrugore, pas shumë ankesave, shqetësimeve, por edhe kërkesave të qytetarëve të Vlorës sa i përket mungesës së sinjalistikës. Ndërmarrjet në varësi të Bashkisë Vlorë ka nisur aksionin për rifreskimin e sinjalistikës. Aksion ky i nisur nga segmenti që lidh rrugën transballkanike me autostradën Vlorë-Fier. Ka nisur vizimi i rrugës që lidh transballkaniken me autostradën e qytetit të Vlorës, duke u përshtatur kështu dhe me stacionin e ri të autobusëve të qytetit. Përgjatë këtij segmenti, vizimet e rrugës janë rifreskuar duke u lyer me bojë të bardhë. Në një pjesë të tyre janë vendosur dhe vijat e verdha, të cilat vijnë pas tabelës që sinjalizon se kemi të bëjmë me një stacion autobusi. Këto vizime bëhen për të përshtatur me krijimin e vendqëndrimit të ri të autobusëve interurban të Vlorës. Për disa orë, përgjatë këtij procesi pune, qarkullimi rrugor përgjatë aksit në fjalë është bllokuar. Në hyrjet e tij kanë qenë efektiv të policisë bashkiake, të cilët kanë orientuar trafikun. Siç mësohet, aksioni i përmirësimit të sinjalistikës rrugore do të vijojë duke përfshirë të gjitha akset kryesore të qytetit.
Më mirë vonë se kur. Kështu ka ndodhur me asfaltimin e rreth-rrotullimit, pjesë e projektit që lidh rrugën transballkanike me portin detar të Vlorës, i cili prej thuajse 45 ditësh qëndroi në vend numero. Asfaltimi cilësoi si faza e fundit e punës, por një prej akseve që të çon drejt portit vazhdon të jetë i bllokuar dhe nuk ka asnjë informacion se kur do të përfundojë. Projekti për lidhjen e rrugës transballkanike me portin detar të Vlorës prej pothuajse 45 ditësh qëndroi në vend numero. Pasi u la shumë ditë pa u punuar dhe asfaltuar, firma e cila realizon këtë projekt së bashku me një tjetër firmë që kryen punimet për ujësillësinë e Vlorës, u kujtuan që në të duhet vendoseshin dhe linjat e furnizimit me ujë të pishëm për qytetin e Vlorës, por edhe për portin e jahteve që do ndërtohej. Kjo bëri që aty të nisnin të tjera punime nga firma Akelik për vendosjen e rrjetit me ujë të pishëm, që mbajti peng për plot 45 ditë, një prej rrugëve më të rëndësishme dhe më të frekuentuara të qytetit. Pas ka shumë ditësh, Shkëlqimi 07 që po realizon këtë projekt ka nisur më në fund dhe asfaltimin e rrugës. Pas shumë ditëve pritje, më në fundi ka ardhur radha asfaltimit të rreth-rrotullimit tek ish parku i Tregtis. Firma e cila po realizon këtë projekt ka nisur punën fillimisht për asfaltimin e 2 kursive që do të lidhin rrugën transballkanike me portin detar, teksa do të punohet për gjatë mbrëmjes, por edhe ditën e nesërme për asfaltimin e rreth-rrotullimit tek ish Vola, por gjithashtu edhe lidhjen e tij me 4 segmente të cilat vinë në drejtim të rreth-rrotullimit për të shkuar më pas në zonën e Skelës apo plazhin e vjetër. Për shkak të amortizimit, qarkullimi rrugor në rreth-rrotullimin e ish parkut Tregtis u rëndua tepër. Të gjitha segmentet lidhëse me të u zhytën në trafik, ndërkohë që punimet të izgjateshin. Sipas informacioneve, asfaltimi i rreth-rrotullimit pritet të përfundojë brenda mesit të javës dhe kjo gjë sigurisht që do të sjellë lehtësinë të qarkullimit rrugor, por dhe paksim të pluhurit dhe papastërtive në zonë. Vlen theksohet fakti që ky projekt duhet të ishte realizuar brenda 3 muajve, por punimet po hyjnë në muajin e 7 dhe ka ende shumë për të bërë. Asfaltimi cilësoi si faza e fundit e punës, por një prej kave të rrugës që të çon drejt portit vijon të jetë bllokuar dhe nuk ka asnjë informacion se si do të veprohet për përfundimin e këtij projekti. Radhët e gjata, mbarimi i shpejt i pagesave dhe problematika të tjera shoqërojnë pensionistët në Vlorë në çdo fillim muaji. E për të tërhequr pensionin, ata duhet të presin për orë të tëra. Në zyrat postare në Vlorë kjo situatë përsëritet pothuajse çdo fillim muaji, ndërsa ndodh që në mbyllje ata duhet të lënë dhe 100 lekë të rinj për çdo pension. Radhët e gjata, mbarimi i shpejt i pagesave dhe problematika të tjera shoqërojnë pensionistët në çdo fillim muaji. Për të tërhequr pensionin, ata duhet presin për orë të tëra në këmbë. Në zyrat postare në Vlorë kjo situatë përsëritet pothuajse çdo fillim muaji. Në ambientet e shpërndarjes së pensioneve, shpeshherë fondet e parave rezultojnë të pamjaftueshme, duke detyruar pensionistët të rikthehen sërish në ditë të tjera. Vetë ata pranojnë se radhët janë të gjata dhe pritja është e lodhshme, ndërsa jo rrallëherë u duhet të kthehen pasi pagesat mbarojnë. Ndërkohë ka nga ata që shprehen se detyrohen të lënë një shumë simbolike rreth 100 lekë të rinj sa herë marrin pensionin me qëllim të shmangin pritjen e gjatë në radhë. Pse po s'ka lekë? Ja, nuk ka lekë në kalla. Vetë shjeva, s'ka lekë. Nësi, qëllë, s'ka në qëllë. E mo, po, para nuk dalim dot me. Nuk ka dish, nuk ka një mora. Radhë, pa radhë, dalim dot. Pare, kam 2 orë. 2 orë. E marëm. Dje ka pasu më shumë, sot mirë, që punojnë mirë ato. 10 minuta, pa e kemë marë. Ore, unë nuk dhe gje për lekët në baruan, apo unë e mora për vetën time. Unë edhe mora lekët në regu, jo, këtu nuk ka shumë. Tani varët edhe na ashtu, se tani edhe ato, këtore janë të shket ato, se ashtu. Po, për mua unë dhe tani jam në regu, e mora. Jo, s'ka da kështetë, baruan. Po, ku do rrim? Në këmja, të shikonë në këmja një këta. Nesë rajtë të ta. Unë e ka marrë para një muaj, tani është buri. Po mirë është, në qoftë se keni ndonjë kamera të fshet, ta vini ta shikoni. Pensioni nuk e japi të plot. Në qoftë se është 2100, ata 100 që ne mbajnë e kanë kështu rregullore. Se kështu pëlqen. Jo, e mbajnë kështu si e si ta them unë ty. Bakshish po e kanë në mënyrë të ligjshme. Ligjin e bëjnë ato. Do apo nuk do ti? Mishja nuk jepet mbrapa, e mbajnë ato. Kështu ndodh. Unë jam emigrante për veten time dhe këtu pensionin, po nuk le 10 mishën, këtu nuk ta jap. Sot jo, është rregulluar gjendja, po më bën përshtypje, nuk isha dje këtu, nuk t'u them, po këtë e di shumë, se dhe njerëzit nuk flasin këtu se kanë frikë, po këtë e di që
1 mishen, 2 mishen e ka në rregull. Pensioni mujor është e vetmi e ardhur për shumicën e pensionistëve, megjithatë pavarësisht këtij fakti, ata shpesh detyrojnë të presin në radhë të gjata për disa orë. Në disa raste fondet mbarojnë dhe pensionistët pavarësisht moshës së thyer duhet të rikthehen në ditë të tjera. Po kështu nuk mungojnë rastet kur ata ndihen të detyruar të lënë një bakshish të vogël për të shmangur pritjen. Pas daljes nga shtrati të lumit Vjosa, fermerët e Kafaraj të njohur për kultivimin masiv të lakrës së Brukselit për eksport, po përballen me humbje të rënda ekonomike. Përmbytjet e përsëritura kanë shkatruar dhjetra dëndym të mbjella duke i bler prodhimet e papërdorshme për tregun e jashtëm. Fermerët e Kafarajt të njohur për kultivimin masiv të lakrës së Brukselit për eksport, po përballen me humbje të rënda ekonomike pas daljes nga shtrati të lumit Vjosa. Përmbytjet e përsëritura kanë shkatruar dhjetra dënym të mbjella, duke i bërë prodhimet të papërdorshme për tregun e jashtëm. Po vetëm nga lumi dhe është edhe kjo. Jemi afërsisht pas 2 muajsh nga dalja e lumit. Kisha afërsisht 1 hektar lakër, është për 1 hektar lakër, domethënë të llogarisim këtu sallat, se kjo si dorë e dytë, po ti llogarisësh edhe këtu është dëmi shumë i madh. Këtu janë për shembull 1 hektar, rreth 500 kuintal lakër, 500 kuintal me 800 qerë sot apo edhe me 700 po e zëm, rreth 35 milion lekë të humbra. Lekë të humbra nëse unë e shisja. Si shpenzime janë diku te 8-9 milion të hedhura. Po edhe ato fitimi prap leku i humbur quhet, se unë lakën e kam, ja ku është. Këtu kanë qenë rreth 52 lym lakër sipërfaqen total, tu njerëzit shokët e tanë këtu vërdall. Shumica i ka prishur, me i frezoj se shkoj sharqirit sezonit tjetër, domethënë mbjellje e dytë. Shikoj, po kapëm na gjë nga sharqiri, mirë, s'kapëm. Se nga sharqiri vjet na ngeli gjithneve. Sharqiri ngeli, lakra ngeli, tani ky sharqiri tjetër të shikojmë tash. Dëm të tillë po, shere e parë. Mua më ka zënë 2 herë lumi, domethënë lakrën, një herë në 2019 kur doli për herë të fundit, na ka zënë lakrën këtu. Atëre pak si faqe pata këtu. Ne detyrohemi që i mbjellim lakër të vetëm nga puna e lumit. Pa edhe lakër na i zuri në flagrancë lakër. Vetëm nisim nga ajo që nuk ka shpenzime të mëdha siç ka lule shtrydhe, se po të llogarisë me lule shtrydhe për shembull, shpenzimet, nëse kjo ka 500.000 apo 600.000 dy lymi, lule shtrydhe ka 4 milion, 5 milion. Nuk bëhet shaka me këtë. Ne këtu provojmë fatin ti themi. As kanë ardhur dhe me çashikoj unë as kanë ndërmend vinë ata. Na kanë premtuar shumë biles edhe ishim në një takim aty me fajsus nga qeverisë, ishte ministri bujqësisë, i financës, ishin gjithë bashkë ata. Na premtuan që do japim, do shërblim tek luleshtrydhja. Dakord. Ram, dakord, unë kam edhe luleshtrydhe. Lart. Por problemi është se ka kaluar, na thanë 10 ditë maksimumi do vim andaj të shikojmë gjendjen e terren. Data 4 domethënë që ishim neve, shkurt, data 3, sa ka sot 3 mars, ata s'kan ardhur akoma. Ore, këtu ngatrojmë edhe neve, ne ngatrojmë me lekët, jo me ditët e tyre, me 3 vjetra. Maksimumi thanë ata, 1 muaj sot ata s'kan ardhur fare. Biles, nuk e di, ne kemi humbur çdo shpresë nga ata. Hall flasim, hall mos flasim. Edhe kur flasim, na thonë që pse fole, kishin ndërmend të hipin me gjebet mediatike ne su japim ai nati. E kuptoni apo jo? Si çfarë situatë jemi neve? Po ne edhe bankët jemi hisë edhe mos merr, vetë edhe burim lekësh të ishim neve as bet llaf që do falimentojmë. Ne kemi shumë të vështirë, se sa një fermer, domethënë, që është tamam i rregull ashtu, maksimumi 2 vjet mund të rezistojë, për shembull, hisë mos merr, pas vitin e tretë pastaj dorëzohet edhe apel. Apel mendoni veproni për fermerët sepse është gjendja shumë e ndërlikuar. Domethënë jemi në 50-50 themi ne në kufijtë e lënjes të këtyre që kemi mbjell dhe detyrimisht pastaj po që se nuk mbyllet me detyrimisht çdo gjë do ngrihet konsumatorin edhe se e kemi ngrënë luleshtrydhen me 50.000 lekë fillim ne kur pa futur neve. Tani po hajmë 7.000 lekë, 8.000 lekë. Sikur ne të heqim tonë nga luleshtrydhet do vej prapë me 50. Konsumatori këtu dëmtohet. Po ne mirë ne po edhe konsumatori dëmtohet. Dëmi këtu unë e sqarova në fillim, afërsisht këtu janë 500 kuintal, 400-500 kuintal lakër, me 700 qerë sot ajo, rreth 28 milion të vjetra gjithmonë, jo si të reja siç
thonë ata. Edhe pse ka kaluar një muaj nga takimi në Fieri, ministri të bujqësisë dhe deputetëve të zonës me fermerët, të cilët premtuan se brenda 10 ditësh do të nisë procesi i verifikimit dhe dëmshpërblimit. Fermerët thonë se asnjë komision nuk ka mbërritur ende për të konstatuar dëmet. Sipas tyre, kjo është hera e 5 që tokat e tyre përmbyten nga vjosa, por asnjëherë më parë nuk kanë përfituar dëmshpërblim. E kemi të gjithë sipërfaqen të mbjellë me lakër Brukseli për eksport. Uji e ka përmbytur plotësisht terrenin dhe tani prodhimi është i pakalueshëm për treg, shprehen fermerët, duke theksuar se humbjet janë të konsiderueshme dhe rrezikojnë sezonin e ardhshëm. Kisha 5 dylim lakër, sallat, e gjithë e prishur, e dëmtuar në përmbytje. Plus kemi lënë në xhepi që kemi pastruar, kemi larë, kemi prezuar, kemi përgatitur për mbjelljen tjetër, jemi në gjendje shumë të keqe. Po dëmi mund ta llogarisësh 5 dylim, 20 ton, 200 kuintal, 10-12 milion lekë vjetra dëmi, për shembull në shitje. Në mbjellje është afërsisht 4 milion vjetra dëmi për mua, për shembull 5.000 lekë vjetra dynimi që do për një lakër sallat. Tani do ta mbjellim bostan, sharqi. Shikojmë edhe atë. Ja sot na vjen edhe fidani, asaj ku do gjejmë lekë, japim lekë të fidanit. Presim, shpresojmë. Për lakrën ata thanë që do japim lule shtrydhe, se unë 5 dylim lakër, por kam edhe 15 dylim lule shtrydhe. Aty është dëmi më i madh, te lule shtrydhja. Përballë kësaj situate, ata kërkojnë ndërhyrje urgjente nga qeveria, jo vetëm për dëmshpërblimin e menjëhershëm, por edhe për marrjen e masave parandaluese për situata që do të përsëriten çdo vit. Deri tani sipas tyre, premtimet kanë mbetur vetëm deklarata publike, ndërsa dëmet në terren vazhdojnë të rëndojnë mbi buxhetet familjare të 10 fermerëve të zonës. Do të vijojmë me të tjera në zhvillim me kryeministri dhe një heraz kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama mblodhi mëngjesin e kësaj të martë kryesinë e forcës politike që ai drejton. Burime për mediat konfirmojnë se Rama u ka kërkuar deputetëve socialistë që të dalin në terren dhe të zhvillojnë takime me qytetarët me qëllim për të kuptuar shqetësimet e tyre. Kryeministri dhe njëherët kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka mbledhur mëngjesin e kësaj të martë kryesinë e forcës politike që ai drejton. Për rreth 30 minuta socialistët qëndruan në Serin Roz, aty ku dhe dëgjuan porositë dhe kërkesat e kryeministrit Rama. Gjatë këtij takimi, Rama u ndal kryesisht në çështjet organizative, por u diskutua edhe për caktimin e datës për Asamblenë e Partisë Socialiste. Burime për mediat konfirmojnë se Rama u ka kërkuar deputetëve socialistë të dalin në terren dhe të zhvillojnë takime me qytetarët me qëllim për të kuptuar shqetësimet e tyre. Në kuadër të riorganizimit Partisë Socialiste në përqarqe, mësohet se këtë vit pritet të zhvillohen zgjedhje brenda socialistëve. Si rjedhoi, kryeministri njoftoi në mbledhjen e sotme se në ditët në vijim do të nisë një dialog me antarët dhe simpatizantët socialistë. Një vëmendje veçantë u kushtua dhe luftës në lindjen e mesme. Edi Rama u kërkoi deputetëve të vet të jenë vigjilent për rritjen e çmimeve që mund të vinë për shkak të konfliktit dhe për shkallëzimit të saj. Ai kërkoi të mos lejohet të abuzohet me çmimet dhe të gjithë të jenë sy e vesh me qëllim mos ndikimin e tyre qytetarët. Optimizmi zjanti vetëm një muaj në shkurt, qytetarët dhe sipërmarrësit shqiptar u gjendën pesimist për situatën ekonomike. Në pyetësorin për muajshëm të Bankës së Shqipërisë, treguesi ndjesisë ekonomike që mat aftësinë e bizneseve për të kryer investime dhe konsumatorëve për të shpenzuar, ra më pak se 2.6 pikë. Optimizmi zgjati vetëm një muaj. Në shkurt, qytetarët dhe sipërmarrësit shqiptar u gjendën pesimist për situatën ekonomike. Në pyetësurin e përmuajshëm që Banka e Shqipërisë bën, treguesi ndjesisë ekonomike që mat aftësitë e bizneseve për të kryer investime dhe konsumatorëve për të shpenzuar, ra me 2.6%. Muaji i shkurt gjithmonë është muaj që pritet në rënje, përgjithsisht në ekonomi dhe veçanërisht tek besimi i bizneseve dhe konsumatorëve. Kjo për shkak se pjesa më e madhe e shpenzimeve kryhen në dhjetor e janar, shprehen ekspertët për ekonominë. Pavarësisht shifrave në rritje dhe jashtë sezonit veror, besimi i bizneseve në fushën e shërbimeve ku përfshihen supermarketet, baret dhe restorantet ra me 1.9%. Edhe bizneset në sektorin e tregtisë u shfaqën po ashtu më pesimiste. Treguesi i besimit në ekonomi nga sipërmarrjet në këtë sektor ra me plot 3.6 pikë. Kjo pasi sipërmarrjet në këtë sektor i friksohen në rënjes së kërkesës për konsum, shoqëruar nga vështirësitë në gjetjen e punonjësve. Nga ana tjetër,
tjetër ka rënje të prodhimit dhe konsumimit, të friksuar nga një rritje më tejshme të çmimeve, me të ardhurat në vend numëro, edhe qytetarët janë shprehur më pesimist në shkurt. Besimi i tyre në ekonomi në nëntor ra me 2.5 pikë. Kjo në një kohë që inflacioni ka qenë në rënje dhe Banka e Shqipërisë ka lajmëruar se treguesi pritet të rikthehet në objektiv në fillim të vitit të ardhshëm. Megjithse jo me të njëjtat ritme, kriza e çmimeve ka vijuar. Besimi në rënje në shkurt u raportua edhe në bizneset në fushën e ndërtimit. Treguesi në këtë sektor ra me plot 6.5 pikë. Shqipëria po shndërrohet gjithnjë dhe më shumë në një destinacion që tërheq vëmendjen e turistëve nga gjithë bota, sipas blogut amerikan të udhëtimeve Adventure Skate, ndërkohë që jugu i vendit Riviera Shqiptare prezantohet Perl. Shqipëria po shndërrohet gjithnjë më shumë në një destinacion që po tërheq vëmendjen e turistëve nga gjithë bota, sipas një artikulli të botuar në blogun amerikan të udhëtimeve Adventure Skate. Dikur e konsideruar një vend periferik në hartën turistike të Europës, Shqipëria sot po përjeton një rritje të ndjeshme interesi nga vizitorë ndërkombëtar. Me një kombinim të rrallë mes plazheve me ujëra të kristalta, qyteteve me arkitekturë karakteristike osmane, maleve dramatike dhe një kulture autentike ballkanike, vendi po shndërrohet në një alternativë serioze për ata që kërkojnë diçka përtej destinacioneve klasike si Greqia apo Italia. Sipas blogut amerikan, Saranda është ndruar në një nga destinacionet më të kërkuara verore, me plazhe me guralec dhe ujëra të kristalta. Qyteti shërben si bazë për të vizituar atraksione si Butrinti, Syrikaltër dhe ishujt e Ksamilit. Ndërkohë zona të tjera të rivjerës si Himara apo plazhet e izoluara përgjatë Bregdetit Jonian po tërheqin gjithnjë më shumë vizitorë që kërkojnë qetësi dhe natyrë të paprekur. Pavarësisht stereotipeve të krijuara nga filma si Taken, Shqipëria konsiderohet një vend i sigurt për turistët, përfshirë gratë që udhëtojnë vetëm. Shumë vizitorë raportojnë se ndihen të mirëpritur dhe të respektuar, ndërsa rastet e incidenteve serioze janë të rralla. Mikpritja shqiptare mbetet një nga elementet më të përmendur nga tuhuajt, të cilët shpesh shprehen të surprizuar nga ngrohtësia dhe gatishmëria për ndihmë. Ndërkohë ekspertët besojnë se me investime të mëtejshme në infrastrukturë, akomodim dhe shërbime turistike, Shqipëria mund të konsolidojë pozicionin e saj si një nga destinacionet më interesante të mesdheut. Për ata që kërkojnë plazhe të bukur, qytete me histori të pasur, çmime të arsyeshme dhe një përvojë autentike ballkanike, Shqipëria mbetet një zgjedhje që po fiton gjithnjë më shumë terren në artën turistike europiane, sipas blogut amerikan. Një 21 vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Vlorës pasi lëvizte me armë zjarri në brez. I ri u ndaluan lagjen 28 nëntorit të qytetit bregdetar, ndërsa pistoleta u sekuestrua si provë materiale. Vijojnë goditjet e një pasnjëshme kundër armbajtjes pa leje, lëvizte me pistolet në brez në qytet, kapet në flagrancë nga shërbimet e policisë dhe vihet në pranga 21 vjeçari. Sekuestrohet pistoleta. Shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Vlorë në vijim të punës për goditjen e rasteve të armbajtjes pa leje me qëllim parandalimin e ngjarjeve kriminale kanë goditur një tjetër rast në këtë fushë. Bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative për një shtetas si lëvizte me armë zjarri në qytet, është organizuar puna për kapjen e tij. Në lagjen 28 nëntori, shërbimet e policisë lokalizuan shtetasin e EM dhe gjatë kontrollit fizik ndaj tij i gjetën në brez një armë zjarri tip pistolet, e cila u sekuestruan cilësinë e provës materiale. Në përfundim të veprimeve procedurale, shtetasi EM 21 vjeç banues në Vlorë u arrestuar në flagrancë për veprën penale mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Materialet i referuan prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme hetimore. Kjo ishte gjithçka për këtë edicion. Ju përshëndes dhe falenderoj. Mirupafshim.